Në qeverisjen 12 vjeçare të Edi Ramës, ndërtimet e kullave janë kthyer në simbol të zhvillimit, duke përfshirë jo vetëm toka private, por dhe prona publike. Pas shëmbjes së teatrit kombëtar dhe transformimit të stadiumit Qemar Stafa në një kompleks me kull, tani rallën e ka stadiumi Selman Stermasi. Kjo praktikë është thyer në precedent të rrezikshëm i pashembull në vendet e tjera. Një bashkim kompanish me pjesëmarrje holandeze dhe shqiptare kanë fituar konkursin për ndërtimin e një stadiumi të ri. Fituesi është kompania OMA, RHDHV dhe Lola Landscape Architect, Albania Investment Construction, Diagonal Projektim Zbatim. Tre të parat janë kompani holandeze me emër në arkitekturë dhe inxhinieri, ndërsa dy të fundit janë firma shqiptare ndërtimi. Albania Investment Construction, themeluar në vitin 2004, zotërohet tërësisht nga Alban Peza, 75.5%, ish gazetar e aktualisht biznesmen. Pjesë e urtakëve është edhe Vilson Ahmeti, ish kryeministër në vitet 90. Kompania tjetër Diagonal Projektim dhe Zbatim është në pronësi të Nikolin Jakës, kryetari i Dhomës së Trekisë. Sipas projektit, stadiumi do të ndërtohet me para private dhe në këmbim, firma do të marrin të drejtën për të zhvilluar ambientet përreth, përfshirë dhe ndërtimin e kullave. Stadiumi do të jetë i kategorisë 4 të UEFA-s dhe do të ndërtohet në tokën më të kërkuar të Tiranës, komuna e Parisit. Ndërsa Tirana humb hapësirat publike, ku atërea mbin çdo ditë, duke bërë jetesën gjithnjë dhe më të vështirë për qytetarët.